Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, lideri ynë, profesor doktor Sali Berisha, të nderuar deputet, thor të dashur demokrat, qëndrestar, unë jam Daniela Shyti, vi nga Elbasani. Fjallën time do doja ta nisja pak me ato gjithologët, me ato që din gjithë shka dhe të vetme një gjë që thonë janë numrat e personave që morën pjesë në protestë, me ato matematicentët që bëjnë krahasime numrash të kësaj herëve të herëve më përparshme, apo me ato fallxorët që parashikojnë se sa do të jemi në protestën e radhës. Ka diçka që nuk e thonë ata. Ne që jemi këtu, që kemi vendosur të jemi këtu, ka shumë të tjerë që duan të jenë këtu, por që nuk mund do të jenë fizikisht për 1001 arsye të tyre të kuptueshme deri diku. Janë dhe ata që kanë vendosur të mos jenë këtu, por që syt, veshët dhe kokën e kanë këtu ne. Pra e thon shkurt, me përjashtim të indiferentëve jemi të gjithë këtu. Indiferentëve do doja modestisht t'ju drejtohesha, nëse nuk ju bon përshtypje fakti që ky vend vidhet, grabitet, tjetërsohet çdo ditë. Nëse nuk ju bon përshtypje fakti që ky vend digjet në verë dhe përmbyset, shkërmoqet në dimër. Nëse nuk keni asnjë fije ndjeshmërie për ata njerëz që në mëngjes gdhinë në shtëpit apo bizneset e tyre dhe në darkë janë në qiell të hapur. A nuk duhet ju mërzis, t'ju rebeloj, t'ju bëj të protestoni, tragedia e madhe që i ndodh këtij vendi, ikja nga Shqipëria e shqiptarëve. E kam thonë edhe një herë tjetër, nëse ne do të vazhdojmë me këtë ritme ikjeje, shumë shpejt ky vend do të duhet të hap më shumë azile pleq, se sa çerdhe dhe kopshe apo shkolla të reja, dhe nëse mos e zë, diçka e tillë ndodh, do ta vuajmë njëjtë. Ne që nuk reshtëm kurrë së reaguari, por dhe ju që nuk e prishët asnjëherë atine qoshku tuaj. Prandaj mendohuni, po jo shumë gjatë, Shqipëria ka nevojë për na. Ne i duhemi Shqipërisë, është e jona, duhet kapemi fort pas saj. Në 10 shkurt ne duhet jemi të gjithë bashk për t'i thonë bëll është bëll. Doktor, ju kërkoj ndjes, por më duhet t'ju përmend pak. U bë kohë që dikush sajoj një fjali e cila më pas nga njerëz të ndryshëm u kthye në refren. Njerëz që për mendimin tim shihen pas gishtit, i kanë të thyera pasqyrat në shtëpitë e tyre dhe për gjithçka që ndodh në këtë vend përdorin refrenin fajin e ka Saliu. Ishit në pozitë doktor, fajin e kishte Saliu. 13 vite të gjata opozit doktor, sërish fajin e ka Saliu. Edhe për tubin e Vlorës doktor, sërish Saliu e kishte fajin, kishte që në 2009 të një ziu tub që rrinte atje, priti ta ndroni derisa plasi vetë, por ju lutem më ishte një kuriozitet. Me sa pash nga fotot ai tubi i ri që sollën ato turq që lit ishte blu. Mos e zot doktor, thua të ketë gisht Saliu edhe në përzgjedhjen e ngjyrës atij tubi, se jo për gjë, po kur tu duhet të mbulojnë bomat e gjomat të radhës, do përdorin ato ngjyrë dhe sërish fajin Saliu do ta ketë. E vërteta e madhe është që këtë vend e kanë kthyer në një tragjikomedi ku mbetëm duke qeshur me njërin sy dhe duke qarë me syun tjetër. Dua t'i drejtohem me një falënderim të madh të gjithë atyre burrave, djemve që u mbajtën padrejtisht për plot 3 ditë. U them atyre që emrat tuaj qëndrojnë hishëm, krenar, për krah emrave të qindra, mira, demokratëve të këtij vendi, në ato që unë e konsideroj malin madhështor. Sepse për mua, demokracia e këtij vendi është një mal madhështor, është një mal sakrificash, qëndresash, kontributesh, por mbi të gjitha është një mal me shpirtra të lirë që nuk u tjetërsuan asnjëherë dhe nuk reshtën kurrë së shpresuari. Sa mirë që ekzistoni, faleminderit gjithëve, krenare për ju. Do doja ta mbyllja me se Zoti vete tha me gojë, që kombet shuhen për mbi dhe, por Shqipëria do të rojë, për të protestojmë ne, të gjithë bashk në 10 shkurt për Shqipërinë. Faleminderit. Të dashur miq dhe bashkëkohëtar të Lirisë,
Situata që po kalojmë nuk është thjesht një krizë politike, por është një krizë shprehse që prek çdo familje shqiptare. Mbi gjitha sot dua t'u drejtohem të rinjve. Është e dhimbshme të shohësh se si djemtë dhe vajzat më të zotë të këtij vendi e shohin të ardhmen e tyre vetëm si një biletë avioni ose si një gomone dëshpërimi. Një rini që nuk ka punë pa librez partie është rini e vjedhur. Një rini që nuk dëgjohet është një kom pa zë. Pas 12 viteve në pushtet, kjo qeveri nuk ka më asnjë alibi. Justifikimet e tyre nuk pinë më ujë. Kanë shkatruar arsimin, duke e kthyer shkollën nga një vend dijesh në një fole emigrimi. Kanë rënuar shëndetësinë, ku propaganda falas u shndërrua në koston më të lartë që paguajnë qytetarët me jetën dhe xhepin e tyre. Kjo qeverisje nuk ka më asnjë pikë morali, duke u fshehur pas 2 standardeve. E paaft për të konkuruar me politika mirëqeverisje, kjo majorancë zgjodhi një rrugë tjetër të rrezikshme. Përdorimin e drejtësisë për të goditur kundërshtarët e saj politik. Kur pushteti nuk fiton dot me votë dhe me ide, ai tenton të asgjësojë opozitën përmes presioneve juridike. Por sot, maska e moralit të tyre është qerë përfundimisht. Koha e sovranit është sot. Njerëzit e kanë kuptuar tashmë se kjo qeverisje jo vetëm që shkatroi ekonominë dhe largoi shqiptarët, por tentoi të shkatrojë dhe familjen shqiptare, bërthamën e shoqërisë sonë. Protesta e madhe e 24 janarit tregoi qartë se shqiptarët e dinë se kush është sovrani i vërtet në vend. Testi i së vërtetës sot, bashkimi me opozitën, nuk është thjesht një zgjedhje partijake. Është testimi i vërtetimit për çdo që thotë se është kundër kësaj qeverie. Është vija ndarëse mes atyre që duan të mbajnë Shqipërinë peng dhe atyre që duan t'ju kthejnë atë shqiptarëve. Nga kjo foltore dua të bëj një thirrje për të gjithë ata që duan një Shqipëri ku rrugët nuk bllokohen nga dështimi dhe ku rinia nuk ikën nga dëshpërimi. Le të bëhemi bashkë për Shqipërinë e shqiptarëve, poshtë diktatura moderne. Faleminderit. Faleminderit gjithëve, i nderuar Dr. Berisha, zonjë dhe zotrinj, vëllezër dhe motra e kësaj foltore. Sa herë që mblidhemi këtu në bulevard, nuk është thjesht një protestë. Është guri i radhës në themelët e një Shqipërie që duhet të rinërtojmë. Më duhet ta them hapur. Unë nuk jam sot këtu për Edi Ramën. Nuk jam sot këtu për bashkëpunëtorët e tij të korruptuar, disa në burg, disa në rati e tjerë që presin radhën. E di çdo shqiptar, brenda dhe jashtë vendit, e di Brukseli, Berlindi, Londra dhe Washingtoni. Unë jam sot këtu për ata shqiptar që ende nuk na bashkohen. Për ata shqiptar që thonë që ky vend nuk ka më shpresë. Për ata shqiptar që rrin pas perdës e nuk zbresin poshtë, sepse një vend nuk fundoset nga krimi, por vetëm nga heshtja. Unë jam arkitekt dhe arkitekti e një mirë ndjenjën kur sheh një ndërtesë braktisur. Me mure çara, dritare të thyra, dyrë të shkallmuara, terase që pikon e themeli që ka filluar të lëkundët. Kështu është dhe Shqipëria sot. Një ndërtesë e ndriçuar me letë dhe e lyrë nga jashtë. Por brenda ka lagështirë, ka myk, ka ertëkeqe nga krizat dhe korrupsioni. Dhe me dhoma bosh, sepse djemë dhe vajzat shqiptare janë larguar nga ky vend. Dhe një arkitekt di dhe një të vërtet, që çdo ndërtesë sa të rënuar të jetë, ringrihet ku në themele ka njerëz. E kjo foltore është vendi ku ndërtohet një themel me njerëz si ju, që nuk dorëzohen, që qëndrojnë, që sakrifikojnë dhe me tulla të ndërtuara nga një njeri që kurrë nuk e la Shqipërinë në baltë, Sali Berisha. Miq, më shumë se çdo qeveritar që ka vjedhur, me dhëm ai shqiptar që ike nga ky vend për një pak më të lartë
e për një jetë më sigurt, që ikën nga padrejtësia, që ikën nga pasiguria, nga korrupsioni dhe pabarazia, që ikën nga mungesa e rendit dhe shëndetësia, e që ikën duke thënë që s'kam më shpresë. Jo miq, shpresa nuk është dhurat. Ajo ndërtohet me duar, me zë, me guxim dhe me dignitet. A e dini ju çfarë ka trishtuar më shumë vitin që lan pas? Shqiptarët kanë humbur madhështinë e institucionit vdekjes. Ka dhimbje që nuk i gjejmë në statistika, por në zemrat tona. E një nën shqiptare në Amerikë, shumë e bukur në rinjën e saj, shuhet papritur. E besnik të amenetit saj për t'u pranë prindërve të vetë në veri Shqipërisë, fëmijët e saj mundën ta përcjellin trupin e pajetë të mes tyre vetëm deri në aeroport, sepse nuk kishin qenë kurrë në Shqipëri. E po këtu, jo gjithë pjesëtarët e familjes saj mundën ta prisin, sepse një pjesë të tyre jetonin në anë tjera të botës. E kjo është dhimbja më e madhe e kombit tonë, ku shqiptarët nuk mundin më t'u japin lantumirën e fundit nënave, baballarëve, vëllezërve dhe motrat e tyre. Të nderuar bashkëqytetarë, Shqipëria nuk ndahet sot në jugën e veri, ku veriu fillon tek trau në Rinas, si në Nikosia, duke kujtuar Qipron turke, e nga trau e këtej Qipron greke. Nuk ndahet në të krishterë musliman, nuk ndahet në socialistë demokrat, nuk ndahet në të majtë të djathtë. Ajo sot ndahet mes atyre që janë të lirë e janë të nënshtruar. Ne nuk kemi këtu për t'u akmarrë. Ne jemi këtu për t'u zgjuar, për të ndërgjegjësuar, për t'i thënë kujdo që dëgjon, mos rri pas perdës. Eja këtu për veten tënde, për fëmijët e tu, për vendin tënd, se ky vetë është shtëpia jote. Prandaj, nga ky fëltori ju them, zgjoni, mos keni frikë, ejani, mos ndaloni. Për një Shqipëri normale, për një Shqipëri europiane, ku qytetari respektohet, ku merita vlerësohet, ku liria garantohet, ku shteti të mbron e nuk të lufton. Sepse Shqipëria do ringrihet shumë më shpejt se sa mendojnë ata që nuk na duhen. Dhe ku një popull zgjohet, askush nuk e ndal. Faleminderit. Mirëmbrëma demokrat, mirëmbrëma qytetar. Vjen një moment në çdo shoqëri kur çdo qytetar kupton se nuk mund të jetë më neutral. Nuk mund të jetë më i tërhequr, sepse politika nuk është diçka abstrakte. Ajo ndikon në jetën e secilit prej nesh dhe e kemi ne në dorë të themi stop kur shohim që na përzejnë, na varfërojnë e na vjedhin për ditë. Ndaj, ne dalim në këtë foltore dhe në çdo protest. Ne dalim sepse ndjejmë se jeta në këtë vend po bëhet gjithnjë edhe më e vështirë. Sepse ardhmja nuk ndërtohet më këtu, kur mendohet diku tjetër. Dhe sepse ikja është kthyer nga zgjedhjet personale në refleks kolektiv. Jam këtu si një iri që jeton çdo ditë në të njëjtat probleme e që jeton gjithnjë me shqetësimet, edhe me të njëjtat llogari që në fund të muajit nuk dalin. Dhe pyetja është kjo: a ka ky vend, a ka ky shtet një vend për ne, apo duhet të mendojmë vetëm të ikim? Duhet japim përgjigje kësaj pyetje. Unë e di që shumë prej jush e bëjnë këtë pyetje, por indiferenca nuk është më zgjedhje. Ne jemi brezi që jemi rritur me idenë se Shqipëria është gjithmonë në tranzicion, gjithmonë në përmirësim, gjithmonë pak më mirë se dje, por kur mjaftueshëm për të jetuar me dinjitet. Në fakt sot është më keq se dje. U mësuam të presim, të përshtatemi,
të ulim pritshmëritë, derisa kuptuam se problemi nuk është dërimi jonë, por një shtet që nuk funksionon për qytetarët e zakonshëm. Në lagjet tona nuk flitet më për luks, flitet për mbijetesë, flitet për prindër që punojnë 2 punë dhe prapë nuk ja dalin. Flitet për të rinj që e duan të jetojnë jetën këtu, por çdo muaj e kanë më të vështirë të qëndrojnë. Qirat janë rritur, faturat janë rritur, çmimi i ushqimeve është rritur, vetëm rrogat kanë mbetur pas. Shohim kulla dhe pallatet çdo ditë ndërtohen, por në asnjë moment nuk shohim siguri. Shohim reklama për zhvillim, por nuk shohim drejtësi për njerëzit e zakonshëm. Shohim 14 miliard euro të vjedhura në pak vite, para të marra këto nga xhepat tanë dhe të përqendruar në një pakicë, ndërsa shumica lufton për të mbyllur muajin. Na ka mësuar ose janë përpjekur të na mësojnë të na ulin kokën, të pranojmë padrejtësinë si diçka normale, të na thonë se nëse nuk ja del, nuk ke çfarë bën tjetër veç se ta ikësh. Fajin e ka sistemi, e ka opozita, rrethanat, kushdo tjetër përveç që atij që realisht ka përgjegjësinë. Por e vërteta është kjo. Kur shteti nuk funksionon për qytetarin, qytetari nuk ka më pse të hesht. Është e drejta jonë, është detyra jonë të vim dhe të ngrejmë zërin. Ne jemi këtu për të bashkuar ata që punojnë, që paguajnë, që respektojnë rregulla dhe që kërkojnë vetëm një jetë normale. Jemi këtu kundër një modeli që i mban njerëzit gjithmonë në pritje, gjithmonë të pasigurt dhe gjithmonë të varur. Partia Demokratike ka detyrimin të flasë për këta njerëz, jo vetëm në fushata, por çdo ditë. Të flasë për punën, për familjen, për sigurinë dhe për dinjitetin. Ne nuk premtojmë gjëra të pamundura, premtojmë rregulla të barabarta për të gjithë. Premtojmë një shtet që nuk shkel mbi kokë, por le hapësirë të ndërtojë jetën me punë të ndershme. Do të jemi këtu çdo të hënë dhe çdo ditë tjetër. Do të jemi këtu me 10 shkurt, më të shumë se kurrë, për të thënë qartë që askush nuk mund të tallet më me ne, por të garantuar këtij vendi një të ardhme me dinjitet dhe për të quajtur Shqipërinë sërish shtëpinë tonë të munguar. Tani kam kënaqësinë të jap fjalën kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirë mbrëma dhe një përshëndetje shumë përzemërt, mirënjohje të pak ufishme, ndaj jush, qytetar dhe qytetar opozitar, guximtar dhe guximtar, që sakrifikoni në këtë protest, e cila ose në cilën ju përfaqësoni zërin e ndërgjegjes qytetare të shqiptarëve. Përfaqësoni guximin e tyre, kurajon, vendosmërinë, dashurinë për lirinë dhe për këtë vend. Ju përshtes përzemërsisht dhe përshtes të gjithë ata shqiptar që mbushin rrugë dhe bulevardet e Tiranës dhe lebetitën një regjim anti-shqiptar, lebetitën një regjim armik të këtij kombi, armik të këtij vendi. Me protestë e tyre dërguar në të 4 anë të botës, në të gjitha sheshet e kryeqyteteve, në të gjitha kancelarit e vendeve të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe në Washington, mesazhin e qytetarëve shqiptar, të cilët nuk pajtohen kurrë me një regjim që i plaçkit ata çdo ditë. Nuk pajtohen kurrë me një regjim
që ka shtruar portët e Shqipërisë dhe Shqipërinë në platformë kryesore të helmeve të drogës, në një regjim që përzen çdo ditë qytetarët e vetë nga Shqipëria. Miqtë e mi, kjo është betejë për dignitetin tonë. Kjo është betejë për dignitetin kombëtar. Kjo është betejë për të ngritur mbi propagandën e shpifjeve, trillimeve, mashtrimeve të Edi Ramës. Dhe për të thënë shqiptarëve dhe botës se në këtë vend, në këtë tokë, ata që e duan Shqipërinë jemi ne, ata që i besojnë Shqipërisë jemi ne. Miq, rrugën përpara nuk e kemi të lehtë, por e kemi të qartë si rrezi e diellit. Misionin nuk e kemi të lehtë, por jemi të vendosur se kur ta përmbushim. Ta përmbushim atë. Dhe fatin ton të kemi fatin e Shqipërisë. Shqipëria dhe fati ynë është një. A mundët ne që ëndrat fatin ta provojmë në dhëna tjera? Jo. Ne do luftojmë këtu. Ne do bëjmë gjithçka të përmbysim të keqet madhe, për të shtruar pasuritë e Shqipërisë në begati për shqiptarët, për të rikthyer ëndrrën shqiptare, shpresën, besimin tek Shqipëria të rinisë shqiptare. Ne dalim dhe do të dalim në protesta gjerëfitore, se ne i besojmë Zotit, por i besojmë edhe Shqipërisë. I besojmë se kjo tokë është e bekur, se ky vend ka pasuri prallore, se Shqipëria është e bukur e dheut dhe mund të bëhet vendi i ëndrrës shqiptare. Miq, zëri ynë ka tronditur në themel këtë regjim. Edi Rama sot është më i diskredituar se kur. Ndaj dhe le të bashkohemi ne, ftoj çdo shqiptar që beson tek Shqipëria, që beson se vendi është vend me pasuri mahnitëse, që beson se Shqipëria në kilometrat e saj ka më shumë paradhës tanë të rënë se çka çdo vend tjetër mbi tokë, që beson se Shqipëria mund të bëhet më begat, më bukur, më lirë se çdo vend tjetër. Ndaj dhe 10 shkurti është dita tjetër e kryengritjes sonë paqësore. 10 shkurt, shqiptarët në të 4 anë ftohen në rrugë dhe sheshet e Tiranës. Qytetarët e Tiranës janë të ftuar të zbresin në shesh për t'i dhanë leksionin e merituar këtij regjimi anti-shqiptar.
Miqtë e mi, sot Edi Rama nëzin, si që nëzin të dikur, diktatori gjakatari Enver Hoxha, ky është diktatori drogës së shqiptarve. Ndaj edhe shqiptarët duhet t'i rezervojnë të njëjtin fat që i rezervuan diktatorit gjaksor. Edi Rama nuk ka alternativ tjetër përveç se t'jap dorëheqjen, t'jap dorëheqjen, t'jap dorëheqjen. Ja ku t'i themi këtu. Ti që fshihesh pas lubish, je i pa shpresë, sepse edhe lubia, edhe ti do shkoni atje ku e keni vendin. Sovrani për zver ku do t'u kap ju. Thirrja ime është për 33-at e këtij vendi. Kombi sot ka nevoj më shumë se kur për ju. Ka nevoj më shumë se kur për guximin dhe trimërin tuaj. Dhe mos harroni se në të gjitha kohrat, në momentet më kritike, kanë qenë 33-at shpëtimtarët e tij. Dhe kjo është arsyeja se pse aq sot pret nga ju shpëtimin, pret nga ju fitoren, pret dritën e fitores nga ju dhe zemrat tuaja. Ndaj le të bashkojmë me 10 shkurt për t'i dhënë mësimin e merituar narkokrasisë së Tiranës për të përcjellë në Shqipëri dhe në mbar botën mesazhin e fitores, mesazhin e triumfit tonë. Një thirrje kam për forcat e rendit. Brenda gjirit tuaj ka njerëz të ndershëm, familjar të shkëlqyer, abdetar të flakt, njerëz të ligjit. Por brenda jush ka kriminal, kopuk, trafikant, të cilët nxijnë. Ju bëj thirrje mos zbatoni urdhrat e tyre. Ju bëj thirrje shmangni çdo përplasje me qytetarë që po mbrojnë interesat tuaja, interesat e familjeve tuaja, po mbrojnë interesin e vendit tuaj. Mos provoni, se kam vurë herën e fundit, edhe keni gjujtur, kishit futur edhe paljaço, që hyndin kanistra gazin mes tyre e tjerë. Mos i zemroni qytetarët, se zemrimi tyre s'ka forcë të botë që i reziston. Mos i detyroni ata vinë për të marrë me Edi Ramën, jo me ju. Ata vinë për të marrë me ata që u vjedhin ju. Ata vinë për të marrë me ata që zbojnë shqiptarët nga Shqipëria. Ata vinë për të marrë me ata të cilët kanë shtruar pasuritë e këtij vendi, pasuritë e tyre. Mos u bëni mburojë e tyre. Mos merrni atë mision, se gjithjetën ndërgjegja do t'u vras. Ndaj dhe protesta e ardhshme edhe po u bashkuat me protestuesit, do bëni aktin më patriotik, më të mençur, më abdetar. Nuk mbrohet Edi Rama, nuk mbrohet Lumi Balluku, nuk mbrohet hajdutët, nuk mbrohet organizata kriminale. Këto ditë që na kanë met të gjithë bashku, në çdo derë, në çdo votër, në çdo zemër, të bashkohemi se jemi drejt fitores,
jemi të sigurt po ecim drejt fitores. Dhe këtë fitore e duam me gjithë shqiptarët. E duam me qytetarët të ndershëm të këtij vendi, të cilët i thonë Shqipërisë Shqipëri, familjes familje, të cilët nuk pranojnë kur shpërbërjen e saj, nuk pranojnë kur transformimin e saj, të cilët i kanë besuar dhe i besojnë vlerave hyjnore dhe njerëzore të familjes. Ndaj dhe të vim, të dalim kudo që jemi, të dalim zot Shqipërisë, të dalim zot dignitetit tonë, familjes shqiptare, rrofsh ju, rrofsh Shqipëria. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, lideri ynë, profesor Dr. Sali Berisha, të nderuar deputet, fort të dashur demokrat, qendrestar, unë jam Daniela Shyti, vi nga Elbasani. Fjalën time do doja ta nisja pak me ato gjithologët, me ato që din gjithçka dhe të vetme gjë që thonë janë numrat e personave që morën pjesë në protestë. Me ato matematicjentët që bëjnë krahasime numrash të kësaj here me të herëve më përparshme, apo me ato fallxhorët që parashikojnë se sa do të jemi në protestën e radhës. Ka diçka që nuk e thonë ata. Ne që jemi këtu, që kemi vendosur të jemi këtu, ka shumë të tjerë që duan të jenë këtu, por që nuk mund do të jenë fizikisht për 1001 arsye të tyre të kuptueshme deri diku. Janë dhe ata që kanë vendosur të mos jenë këtu, por që syt, veshët dhe kokën e kanë këtu ke ne. Pra e thonë shkurt, me përjashtim të indiferentëve jemi të gjithë këtu. Indiferentëve do doja modestisht t'ju drejtohesha, nëse nuk ju bën përshtypje fakti që ky vend vidhet, grabitet, tjetërsohet çdo ditë. Nëse nuk ju bën përshtypje fakti që ky vend digjet në verë dhe përmbyset, shkërmoqet në dimër. Nëse nuk keni asnjë fije ndjeshmërie për ata njerëz që në mëngjes gdhinë në shtëpit apo bizneset e tyre dhe në darkë janë në qiell të hapur. A nuk duhet t'ju mërzis, t'ju rebeloj, t'ju bëj të protestoni tragjedia e madhe që i ndodh këtij vendi, ikja nga Shqipëria e shqiptarëve. E kam thënë edhe një herë tjetër, nëse ne do të vazhdojmë me këtë ritme ikjeje, shumë shpejt ky vend do të duhet të hap më shumë azile pleq se sa çerdh dhe kopshe apo shkolla të reja. Dhe nëse mos e zë diçka e tillë ndodh, do ta vuajmë njëjt. Ne që nuk reshtëm kurrë së reaguari, por dhe ju që nuk e prishët asnjëherë atin e qoshkut tuaj. Prandaj mendohuni, po jo shumë gjatë. Shqipëria ka nevojë për na. Ne i duhemi Shqipërisë, është e jona, duhet kapemi fort pas saj. Në 10 shkurt ne duhet jemi të gjithë bashkë për t'i thonë bëll është bëll. Doktor, ju kërkoj ndjes, por më duhet t'ju përmend pak.
u bë ka që dikush sajoj një fjali e cila më pas nga njerëz të ndryshëm u kthye në refren. Njerëz që për mendimin tim shihen pas gishtit, i kanë të thyera pasqyrat në shtëpitë e tyre dhe për gjithçka që ndodh në këtë vend përdorin refrenin fajin e ka Saliu. Ishit në pozitë doktor, fajin e kishte Saliu. 13 vite të gjata opozit doktor, sërish fajin e ka Saliu. Edhe për tubin e Vlorës doktor, sërish Saliu e kishte fajin, kishte që në 2009 të një ziu tub që rrinte atje, priti ta ndëroni derisa plasi vetë, por ju lutem më ishte një kuriozitet. Me sa pash nga fotot ai tubi i ri që sollën ato turq që lit ishte blu. Mos o zot doktor, thua të ketë gisht Saliu dhe në përzgjedhjen e ngjyrës atij tubi, se jo për gjë, po kur tu duhet të mbulojnë bëmat e gjëma të radhës, do përdorin ato ngjyrë dhe sërish fajin Saliu do ta ketë. E vërteta e madhe është që këtë vend e kanë kthyer në një tragjikomedi ku mbetëm duke qeshur me njërin sy dhe duke qarë me syun tjetër. Dua t'i drejtohem me një falënderim të madh të gjithë atyre burrave, djemve që u mbajtën padrejtisht për plot 3 ditë. U them atyre që emrat tuaj qëndrojnë hishëm, krenar, për krah emrave të qindra, mira, demokratëve të këtij vendi, në ato që unë e konsideroj malin madhështor. Sepse për mua demokracia e këtij vendi është një mal madhështor, është një mal sakrificash, qëndresash, kontributesh, por mbi të gjitha është një mal me shpirtra të lirë që nuk u tjetërsuan asnjëherë dhe nuk rreshtën kurrë së shpresuari. Sa mirë që ekzistoni, faleminderit gjithëve krenare për ju. Do doja ta mbyllja me se Zoti vete tha me gojë, që kombet shuhen për mbi dhe, për Shqipëria do të rojë, për të protestojmë ne, të gjithë bashk në 10 shkurt për Shqipërinë. Faleminderit. Të dashur miq dhe bashkëthar të lirisë. Situata që po kalojmë nuk është thjesht një krizë politike, por është një krizë shprehse që prek çdo familje shqiptare. Mbi gjitha sot dua t'u drejtohem të rinjve. Është e dhimbshme të shohësh se si djemt dhe vajzat më të zotë të këtij vendi e shohin të ardhmen e tyre vetëm si një bilet avioni ose si një gomone dëshpërimi. Një rini që nuk ka punë pa librez partije është rini e vjedhur. Një rini që nuk dëgjohet është një kom pa zë. Pas 12 viteve në pushtet, kjo qeveri nuk ka më asnjë alibi. Justifikimet e tyre nuk pinë më ujë. Kanë shkatruar arsimin, duke e kthyer shkollën nga një vend dijesh në një fole emigrimi. Kanë rënuar shëndetësinë, ku propaganda falas u shndërrua në koston më të lartë që paguajnë qytetarët me jetën dhe xhepin e tyre. Kjo qeverisje nuk ka më asnjë pikë morali, duke u fshehur pas 2 standardeve. E paaft për të konkuruar me politika mirë qeverisje, kjo majorancë zgjodhi një rrugë tjetër të rrezikshme. Përdorimin e drejtësisë për të goditur kundërshtarët e saj politik. Kur pushteti nuk fiton dot me votë dhe me ide, ai tenton të asgjësojë opozitën përmes presioneve juridike. Por sot, maska e moralit të tyre është qerë përfundimisht. Koha e sovranit është sot. Njerëzit e kanë kuptuar tashmë se kjo qeverisje jo vetëm që shkatroi ekonominë dhe largoi shqiptarët, por tentoi të shkatrojë dhe familjen shqiptare, bërthamën e shoqërisë sonë. Protesta e madhe e 24 janarit tregoi qartë se shqiptarët e dinë se kush është sovrani i vërtet në vend. Testi i së vërtetës sot, bashkimi me opozitën, nuk është thjesht një zgjedhje partijake. Është testimi i vërtetimit për çdo që thotë se është kundër kësaj qeverie. Është vija ndarëse mes atyre që duan të mbajnë Shqipërinë peng dhe atyre që duan t'ju akthejnë atë shqiptarëve. Nga kjo foltore dua të bëj një thirrje për të gjithë ata që duan një Shqipëri ku rrugët nuk bllokohen nga dështimi dhe ku rinia nuk ikën nga dëshpërimi. Le të bëhemi bashkë për Shqipërinë e shqiptarëve, poshtë diktatura moderne. Faleminderit. Faleminderit gjithëve, i nderuar Dr. Berisha, zonjë dhe zotrinj,
vlezër dhe motra e kësaj foltoreje. Sa herë që mblidheni këtu në të bulevard, nuk është thjesht një protest. Është guri i radhës në themelët e një Shqipërie që duhet të rinërtojmë. Më duhet ta them hapur. Unë nuk jam sot këtu për Edi Ramën. Nuk jam sot këtu për bashkëpunëtorët e tij të korruptuar, disa në burg, disa në rati e tjerë që presin radhën. E di çdo shqiptar, brenda dhe jashtë vendit, e di Brukseli, Berlindi, Londra dhe Washingtoni. Unë jam sot këtu për ata shqiptar që ende nuk na bashkohen. Për ata shqiptar që thonë që ky vend nuk ka më shpresë. Për ata shqiptar që rrin pas perdës e nuk zbresin poshtë. Sepse një vend nuk fundoset nga krimi, por vetëm nga heshtja. Unë jam arkitekt dhe arkitekti e një mirë ndjenjën kur sheh një ndërtesë braktisur. Me mure çara, dritare të thyra, dyert të shkallmuara, terase që pikon, e themeli që ka filluar të lëkundët. Kështu është dhe Shqipëria sot. Një ndërtesë e ndriçuar me lehtë dhe e lyer nga jashtë, por brenda ka lagështirë, ka myk, ka ertkeqe nga krizat dhe korrupsioni, dhe me dhoma bosh, sepse djemë dhe vajzat shqiptare janë larguar nga ky vend. Dhe një arkitekt di dhe një të vërtetë, që çdo ndërtesë sa të rënuar të jetë, ringrihet kur në themele ka njerëz. E kjo foltore është vendi ku po ndërtohet një themel me njerëz si ju, që nuk dorëzohen, që qëndrojnë, që sakrifikojnë, dhe me tulla të ndërtuara nga një njeri që kurrë nuk e la Shqipërinë mbalt, Sali Berisha. Miq, më shumë se çdo qeveritar që ka vjedhur, më dhëm ai shqiptar që ikën nga ky vend për një pak më të lartë e për një jetë më të sigurt, që ikën nga padrejtësia, që ikën nga pasiguria, nga korrupsioni dhe pabarazia, që ikën nga mungesa e rendit dhe shëndetësia, e që ikën duke thënë që s'kam më shpresë. Jo miq, shpresa nuk është dhurat. Ajo ndërtohet me duar, me zë, me guxim dhe me dignitet. A e dini ju çfarë ka trishtuar më shumë vitin që lan pas? Shqiptarët kanë humbur madhështinë e institucionit vdekjes. Ka dhimbje që nuk i gjejmë në statistika, por në zemrat tona. E një nën shqiptare në Amerikë, shumë e bukur në rinjën e saj, shuhet papritur. E besnik të amenit saj për t'u pre pranë prindërve të vetë në veri Shqipërisë, fëmijët e saj mundën ta përcjellin trupin e pajetë të mes tyre vetëm deri në aeroport. Sepse nuk ishin qenë kurrë në Shqipëri. E po këtu, jo gjithë pjesëtarët e familjes saj mundën ta prisin. Sepse një pjesë të tyre jetonin në anë tjera të botës. E kjo është dhimbja më e madhe e kombit ton, ku shqiptarët nuk mundin më t'u japin lantumirën e fundit nënave, baballarëve, vëllezërve dhe motrave të tyre. Të nderuar bashkëqytetarë, Shqipëria nuk ndahet sot në jugën e veri, ku veriu fillon tek trau në Rinas, si në Nikosia, duke më kujtuar Qipron turke, e nga trau e këtej Qipron greke. Nuk ndahet në të krishterë musliman, nuk ndahet në socialistë demokrat, nuk ndahet në të majtë të djathtë. Ajo sot ndahet mes atyre që janë të lirë e janë të nënshtruar. Ne nuk kemi këtu për t'u akmarrë. Ne jemi këtu për t'u zgjuar, për t'u ndërgjegjësuar, për t'i thënë kujdo që dëgjon, mos rri pas perdës. Eja këtu, për veten tënde, për fëmijët e tu, për vendin tënd, se ky vend është shtëpia jote. Prandaj, nga ky foltori ju them, zgjoni, mos keni frikë, ejani, mos ndaloni.
për një Shqipëri normale, për një Shqipëri europiane, ku qytetari respektohet, ku merita vlerësohet, ku liria garantohet, ku shteti të mbron e nuk të lufton. Sepse Shqipëria do ringrihet shumë më shpejt se sa mendojnë ata që nuk na duhen. Dhe ku një popull zgjohet, askush nuk e ndal. Faleminderit. Mirëmbrëma demokrat, mirëmbrëma qytetar. Vjen një moment në çdo shoqëri kur çdo qytetar kupton se nuk mund të jetë më neutral. Nuk mund të jetë më i tërhequr, sepse politika nuk është diçka abstrakte. Ajo ndikon në jetën e secilit prej nesh dhe e kemi ne në dorë të themi stop kur shohim që na përzejnë, na varfërojnë e na vjedhin për ditë. Ndaj, ne dalim në këtë foltore dhe në çdo protest. Ne dalim sepse ndjejmë se jeta në këtë vend po bëhet gjithnjë dhe më e vështirë. Sepse ardhmja nuk ndërtohet më këtu, kur mendohet diku tjetër. Dhe sepse ikja është kthyer nga zgjedhjet personale në refleks kolektiv. Jam këtu si një iri që jeton çdo ditë në të njëjtat probleme e që jeton gjithnjë me shqetësimet, edhe me të njëjtat llogari që në fund të muajit nuk dalin. Dhe pyetja është kjo: a ka ky vend, a ka ky shtet një vend për ne, apo duhet të mendojmë vetëm të ikim? Duhet japim përgjigje kësaj pyetje. Unë e di që shumë prej jush e bëjnë këtë pyetje. Por indiferenca nuk është më zgjedhje. Ne jemi brezi që jemi rritur me idenë se Shqipëria është gjithmonë në tranzicion, gjithmonë në përmirësim, gjithmonë pak më mirë se dje, por kur mjaftueshëm për të jetuar me dinjitet. Në fakt sot është më keq se dje. U mësuam të presim, të përshtatemi, të ulim pritshmëritë, derisa kuptuam se problemi nuk është dërimi jonë, por një shtet që nuk funksionon për qytetarët e zakonshëm. Në lagjet tona nuk flitet më për luks, flitet për mbijetesë, flitet për prindër që punojnë 2 punë dhe prapë nuk ka dalin, flitet për të rinj që e duan të jetojnë jetën këtu, por çdo muaj e kanë më të vështirë të qëndrojnë. Qirat janë rritur, faturat janë rritur, çmimi i ushqimeve është rritur, vetëm rrogat kanë mbetur pas. Shohim kulla dhe pallatet çdo ditë ndërtohen, por në asnjë moment nuk shohim siguri. Shohim reklama për zhvillim, por nuk shohim drejtësi për njerëzit e zakonshëm. Shohim 14 miliard euro të vjedhura në pak vite, para të marra këto nga xhepat tanë dhe të përqendruar në një pakicë, ndërsa shumica lufton për të mbyllur muajin. Na ka mësuar ose janë përpjekur të na mësojnë të na ulin kokën, të pranojmë padrejtësinë si diçka normale, të na thonë se nëse nuk ja del, nuk ke çfarë bën tjetër veç se ta ikësh. Fajin e ka sistemi, e ka opozita, rrethanat, kushdo tjetër përveç atij që realisht ka përgjegjësinë. Por e vërteta është kjo: kur shteti nuk funksionon për qytetarin, qytetari nuk ka më pse të hesht. Është e drejta jon, është detyra jon të vim dhe të ngrejmë zërin. Ne jemi këtu për të bashkuar ata që punojnë, që paguajnë, që respektojnë rregulla dhe që kërkojnë vetëm një jetë normale. Jemi këtu kundër një modeli që i mban njerëzit gjithmonë në pritje, gjithmonë të pasigurt dhe gjithmonë të varur. Partia Demokratike ka detyrimin të flasë për këta njerëz, jo vetëm në fushata, por çdo ditë. Të flasë për punën, për familjen, për sigurinë dhe për dinjitetin. Ne nuk premtojmë gjëra të pamundura, premtojmë rregulla të barabarta për të gjithë. Premtojmë një shtet që nuk shkel mbi kokë, por le hapësirë të ndërtojë jetën me punë të ndershme. Do të jemi këtu çdo të hënë dhe çdo ditë tjetër. Do të jemi këtu me 10 shkurt, më të shumë se kurrë, për të thënë qartë që askush nuk mund të tallet më me ne, por të garantuar këtij vendi një të ardhme me dinjitet
dhe për të quajtur Shqipërinë sërish shtëpinë tonë të munguar. Tani kam kënaqësinë t'jap fjalën kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirë mbrëma dhe një përshëndetje shumë për zemrët. Mirënjohje të pakufishme ndaj jush, qytetar dhe qytetar opozitar, guximtar dhe guximtar, që sakrifikoni në këtë protest e cila ose në cilën ju përfaqësoni zërin e ndërgjegjes qytetarët shqiptarëve. Përfaqësoni guximin e tyre, kurajon, vendosmërinë, dashurinë për lirinë dhe për këtë vend. Ju përshtes përzemërsisht dhe përshtes të gjithë ata shqiptar që mbushin rrugë dhe bulevardet e Tiranës dhe lebetitën një regjim anti-shqiptar, lebetitën një regjim armik të këtij kombi, armik të këtij vendi. Me protestë e tyre dërguar në të katër anë të botës, në të gjitha sheshet e kryeqyteteve, në të gjitha kancelarit e vendeve të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe në Washington, mesazhin e qytetarëve shqiptar, të cilët nuk pajtohen kur me një regjim që i plaçkit ata çdo ditë, nuk pajtohen kur me një regjim që ka shtruar portët e Shqipërisë dhe Shqipërinë në platformë kryesore të helmeve të drogës, në një regjim që përzen çdo ditë qytetarët e vet nga Shqipëria. Miqtë e mi, kjo është betejë për dignitetin tonë. Kjo është betejë për dignitetin kombëtar. Kjo është betejë për të ngritur mbi propagandën e shpifjeve, trillimeve, mashtrimeve të Edi Ramës, dhe për të thënë shqiptarëve dhe botës se në këtë vend, në këtë tokë, ata që e duan Shqipërinë jemi ne, ata që i besojnë Shqipërisë jemi ne. Miq, rrugën përpara nuk e kemi të lehtë, por e kemi të qartë si rrezi e diellit. Misionin nuk e kemi të lehtë, por jemi të vendosur se kur ta përmbushim atë. Dhe fatin ton të kemi fatin e Shqipërisë. Shqipëria dhe fati ynë është një. A mundët ne që ëndrat fatin ta provojmë në dhëna tjera? Jo, ne do luftojmë këtu. Ne do bëjmë gjithçka të përmbysim të keqet madhe, për të shtruar pasuritë e Shqipërisë në begati për shqiptarët, për të rikthyer ëndrrën shqiptare, shpresën, besimin tek Shqipëria të rinisë shqiptare. Ne dalim dhe do të dalim
në protesta gjerën fitore, se ne i besojmë Zotit, por i besojmë edhe Shqipërisë. I besojmë se kjo tokë është e bekur, se ky vend ka pasuri prallore, se Shqipëria është e bukur e dheut dhe mund të bëhet vendi i ëndrrës shqiptare. Miq, zëri ynë ka tronditur në themel këtë regjim. Edi Rama sot është më i deskredituar se kur. Ndaj dhe le të bashkohemi ne, ftoj çdo shqiptar që beson tek Shqipëria, që beson se vendi është vend me pasuri mahnitse, që beson se Shqipëria në kilometrat e saj ka më shumë para stan të rënë se çka çdo vend tjetër mbi tokë, që beson se Shqipëria mund të bëhet më begat, më bukur, më lirë se çdo vend tjetër. Ndaj dhe 10 shkurti është dita tjetër e kryengritjes sonë paqësore. 10 shkurt, shqiptarët në të 4 anë ftohen në rrugë dhe sheshet e Tiranës. Qytetarët e Tiranës janë të ftuar të zbresin në shesh për t'i dhanë leksionin e merituar këtij regjimi anti-shqiptar. Miqtë e mi, sot Edi Rama nxin, siç nxinte dikur diktatori gjakatari Enver Hoxha. Ky është diktatori i drogës së shqiptarëve. Ndaj edhe shqiptarët duhet i rezervojnë të njëjtin fat që i rezervuan diktatorit gjaksor. Edi Rama nuk ka alternativë tjetër përveç se t'jap dorëheqjen, t'jap dorëheqjen, t'jap dorëheqjen. Ja ku t'i themi këtu. Ti që fshihesh pas lubis, je i pa shpresë, sepse edhe lubia, edhe ti do shkoni atje ku e keni vendin. Sovrani për zver ku do t'ju kap ju. Thirrja ime është për 33-at e këtij vendi. Kombi sot ka nevojë më shumë se kur për ju. Ka nevojë më shumë se kur për guximin dhe trimërinë tuaj. Dhe mos harroni se në të gjitha kohrat, në momentet më kritike, kanë qenë 33-at shpëtimtarët e tij. Dhe kjo është arsyeja se pse aq sot pret nga ju shpëtimin, pret nga ju fitoren, pret dritën e fitores nga ju dhe zemrat tuaja. Ndaj le të bashkojmë me 10 shkurt për t'i dhënë mësimin e merituar narkokrasisë së Tiranës për të përcjell në Shqipëri dhe në mbar botën mesazhin e fitores, mesazhin e triumfit tonë. Një thirrje kam për forcat e rendit. Brenda gjirit tuaj ka njerëz të ndershëm,
familjar të shkëlqyer, adhetar të flakt, njerëz të ligjit. Por brenda jush ka kriminal, kopuk, trafikant, të cilët nxin. Ju bëj thirrje mos zbatoni urdhrat e tyre. Ju bëj thirrje. Shmangni çdo përplasje me qytetarë që po mbrojnë interesat tuaja, interesat e familjeve tuaja, po mbrojnë interesin e vendit tuaj. Mos provoni, se kam vurë herën e fundit, edhe keni gjujtur, kishit futur edhe paljaço, që hyndin kanistra gazin mes tyre e tjerë. Mos i zemroni qytetarët, se zemrimi tyre s'ka forcë në botë që i reziston. Mos i detyroni ata vinë për të marrë me Edi Ramën, jo me ju. Ata vinë për të marrë me ata që u vjedhin ju. Ata vinë për të marrë me ata që zbojnë shqiptarët nga Shqipëria. Ata vinë për të marrë me ata të cilët kanë shtruar pasuritë e këtij vendin, pasuritë e tyre. Mos u bëni mburojë tyre. Mos merrni atë mision, se gjithjetën ndërgjegja do t'u vrasë. Ndaj dhe protestë e ardhshme, edhe po u bashkuat me protestuesit, do bëni aktin më patriotik, më të mençur, më abdetar. Nuk mbrohet Edi Rama, nuk mbrohet Luvi Balluku, nuk mbrohet hajdutët, nuk mbrohet organizata kriminale. Këto ditë që na kanë met të gjithë bashku, në çdo derë, në çdo votër, në çdo zemër, të bashkohemi, se jemi drejt fitores, jemi të sigurt po ecim drejt fitores, dhe këtë fitore e duam me gjithë shqiptarët, e duam me qytetarët të ndershëm të këtij vendi, të cilët i thonë Shqipërisë Shqipëri, familjes familje, të cilët nuk pranojnë kurrë shpërbërjen e saj, nuk pranojnë kurrë transformimin e saj, të cilët i kanë besuar dhe i besojnë vlerave hyjnore dhe njerëzore të familjes. Ndaj dhe të vim, të dalim kudo që jemi, të dalim zot Shqipërisë, të dalim zot dignitetit tonë, familjes shqiptare, rrofshi ju, rrofsh Shqipëria.